shkollën fillore Baramcuri, sot po pensionohet një nga mësimdhënësit profesorët, isha dhe kujdestari im Fadil Dellova. Fadil Dellova i përket gjeneratës të artë, të arsimit, të sportit, të luftës, gjithë alamive, gjenerata vitëve 80 studentëve, bon pjesë Gjevdet Doroku, Muhamet Malsori, Fej Malsori, Gzim Rëshiti, Martirje, Ismet Nureddini tani për 2-3 gjenerata që kanë pas ndallimje, për të gjithë kanë qenë të lidhur bashkë. Kaplan Malsori, tjerë, Beqir Rëshiti, profesori, e shumë emna tjerë. Fadili ka qenë edhe drejtor shkolle, ka qenë edhe kryetar fshati, tash doja lidhja do vite e tjera edhe gjatë luftës. Ma shkurt kanë qenë një gjenerat që edukimin unë personalisht e kom marrë prej këtij brezi, jo vetëm unë, po edhe shumë tjerë. Nenave, burrave, vëllezërve, motrave dhe shokëve tanë, të cilët u martirizuan nga dora çakatare serbe. Tani para nesh, flenë të qetë, në gjumin e mësuar të gjitha trupa, duke lënë në zemrat tona një bëshllëk të madh, një zbrastir të paskajshme, një tronditje të rëndë. Apo t'jem beqar, më mirë Kosovë, qaj për të gjithë mbarë, të qash me lotë, sepse qanë djepi për nenën, si që qanë nata për hënën, qanë ara për bujkun, qanë banka për nxënësin, qanë klasa për mësuesin, qanë pacienti për mjekun, qanë ateleja për artistin, qanë punëtoria për mjeshtrin, si qanë nena për djepin. Kosova ka shumë plagë, nga se nga zhiri i saj ranë shumë dëshmorë. Në rastin e shënimit të 80 vjetorit të shkollës shqipe në Krushë të Madhe dhe për nder të Tiranëve për këta 80 vjet nga fshati dhe rrethina, ju tras për 1 minutë heshtje. Davdi Uço. Davdi. Takim në ceremoni të pensionimit profesorit, ish drejtori të shkollës tonë për më shumë se 17 vite, Fadil Dellovas. Kontributin tina ka filluar si profesor në shkollën e mesme, vitet e para të punës, pastaj në drejtorin për siguri në Radovec për 4 vite, Civile në Xhek, po pikën se në Xhek, edhe deri kur ka luajtur në vitin 2006 si drejtori i shkollës tonë. Gjatë kësaj kohë, natyrisht shkolla ka pas rezultate të larta, kontributi i tij ka qenë shumë i madh, duke cekur vetëm një element për unë e përmend, garat e kuizit Europa,
Ku e kemi zonë vendin e parë në nivel shteti. Fatmirësisht profa ka një shëndet të mirë tash, gjëshe i gëzohëm gjithë, ne urojmë shëndetin, e pensionim të mbarë, ju familjarë të provës në liru një krenar për kontributin e ti në vite që e pravan, edhe si profesor, edhe si drejtor në shkollë të tonë. Urime. Partnerës shumë, vëzat, ka ra punë e rëmë tash dhe përpara se të përgjet sabër, dhe është 4 kushtetër. Unë falënderoj gjithë, pyetën sa vite punë, 41 në gojë dhe pakë me vit, për cilave si përgjys direkt në procesin mësimor. Kam filluar të edhe pesë si profesor i ekipis në gjimnazin Ramisa Vitë tash Gjelarë, hajda të toni, për vazhdu pastaj një 3 gjysë si drejtori Siguri Civile Rahotes, dhe prej 2006 këtu. Kushtë të kishtë pyet ku jeni ma mirë. Besoj që ja qëlloj. Apo e mija ja qëlloj. Ku? Si më skaboj, si më thamë. Aty e këpni vetën mas mirëti, aty kam qenë vetvetja, aty ato që kam ditë dhe që kam mujtë, jam mundu maksimumin me vanë, shumica në pjesë kam vëtu ishtë në Vansa, që tash jemi kolegë, dërsa pjesën tjetër, që menaxheri i shkollës si drejtor nuk ka qenë e lehtë, po edhe vështirë jo, sepse këtu e kam gjetë një ambient shkëlqyshëm, profesora, si Vansa, ish drejtora, unë e kam zavësu Salishare, dhe kam gjetë terenin krejtësisht përgatitur. Shkollë me shumë sukses. E përmendi drejtori që 2019 e kemi zonë në vendin e parë, vërtet ka qenë diçka mrekulli, kanë shkruar gazetat, ka qenë ekipi se patën patin me shkruar rrugë, susërzeni e për Evropë, edhe ka kohëta në stop incizime, këtë shka ka kemi shkusha që në votë. Kështu që nuk është vështirë me punu në një ambient si që është të mësuar. Do kam kushtimisht për shkak se edhe tjetër mund të theksojmë se është edhe pak vështirë. Nuk është njësoj pa dash se ka këtu që janë krushës, po sikur lojtarë. Nuk është njësoj si me lujtë për Real Madridin apo Barcelonin, sikur me një ekip ma të donë, sepse atje po nuk patë sukses të lutërojnë, avullohë shumë shvetë. Dërsa këtu nuk di ilmi sa herë nuk e kemi zonë vendin e parë. Ose kurse kemi zonë në lukë. Për parën ti u marisë me drejtorë që në këni avdi. Po, kemi parë, në kohës. E kohës të i kretë shkollën. Se u du të folë shumë e një drejtorë të ke edhe unë ka me marrë pjesë të garat e grupët. Ja, asë po vitë pra, se ju pasin farë, që e urnar shumë, ku shumë të garë në pare. Kështu që nuk do të mund që unë me ba gja, po që se mësim lasit nuk ishë me qenë nivellet e tyres. Ta është mos t'i përmeni me emna se jetë dikush edhe prejket, edhe ja kemi arrit. Falë mësim lasve, falë Ilmiut si zavens drejtor që ka qenë, mandej Armiu që s'pesho, edhe të gjithë tjerëve faridit, tyre gjithësësi se të parë. Jam di tjetër shka me shtu, pos falenderit drejtori i ri, komandu që mas mere për kush mundu të bo drejtori, jo që unë, po ma t'i kalu, po të shohë organizimin e kretë, ty të rojë sukses, falenderit shumë. Për kontributin edhe me menaxhimin e shkollës, sepse koha më e madhe e tij ka qenë si drejtor shkollorime. Falenderës, Shëndet. Dhe prej sindikatës në shkenë. ndërsa të sindikatës, edhe ne kemi varë në rast të urime, në shumë gjatë të numërës. Me që ky ka qenë shumë po luftes edhe në për shafës e njërë ka luftu për të zonën ne
vendosën ti mos mja vullurin ti këtu, por një simbolik Kosovën, aty kemi disa gur të Ibrahim Orlovës aty që. Fata nërman për mura për vete Hajde. Hopër më qime. Edhe një dorë me pak reklam të këtë dini i bëjnë të tira. Si një një pikë, mos sa ne një me të Edhe këto prije dhe amërësira janë të gjitha prej sindikatë. Kjo është kemi qenë pak më aktive dhe avnju në këtë drejtim, kemi mbjell ka pak mjetë dhe e kemi dhurat disa libra nga autori i njohur Ismail Kadari. Edhe një orë që të më të përzitë që unë për Real Madridi në qytetë. Arrim edhe njëherë, mandoj njëherë. Shafroj. Hajde më përës, hajde, të tua shumë. I dashur gjysh drejtor, sot është një ditë e veçantë dhe emocionale për të gjithë ne. Pas më shumë se 40 viteve për kushtim në arsim, gjyshi i mbyll një kapitull të madh të jetës së tij profesionale. Gjatë gjithë këtyre viteve, ai nuk ka qenë vetëm një mësues dhe drejtor i përkushtuar, por edhe një udhëheqës, një shembull dhe një frymëzim për shumë breza nxënësish. Me punën, mençurinë dhe dashurinë për dijen, ai ka ndriçuar rrugën e shumë fëmijëve drejt së ardhmes. Për ne, nipat dhe mbesat e tij, kjo është edhe më e veçantë. Është një ndjenjë krenarie e madhe të jesh në të njëjtën shkollë ku gjyshi ka dhënë kaq shumë nga vetja. Në bankat e kësaj shkolle vazhdojnë të mësojnë edhe nipat dhe mbesat e tij, duke e ndjerë çdo ditë shembullin dhe dashurinë që ai ka pasur për arsimin. Sot nuk themi vetëm miropafshim për punën e tij në shkollë, sot themi faleminderit nga zemra për çdo përpjekje, për çdo sakrificë dhe për çdo moment që ai ia kushtoi edukimit dhe formimit të brezave. I dashur gjysh, ne jemi shumë krenar për ty. Të urojmë shëndet, lumturi dhe shumë vite të bukura në këtë kapitull të ri të jetës. Faleminderit për gjithçka që ke bërë për shkollën, për nxënësit dhe për ne. Me shumë dashuri e respekt, nipat dhe mbesa. Që veç po? Kur më konë kjo shkrim. Edhe se ka mundësim si më rëndësish dhe të bëjnë shpërndarje në të
Me qenë pak ma aktiva. Dim me valcu, dim me sprintor. Po, nga monitor. Mira, Uljova! Një foto të përbashkë për në fund. Kjo stafi me nxënësve në shkollën fillore të mesme të Ulë Baramcuri. Gjenerat pas gjenerate.